Ky është një reagim ndaj deklaratave të vjeshme të kandidatit të LDK-s për kryetar komune. Tani më si duket është bërë praktike kandidatit për kryetar komune nga radhët e LDK-s që në mungesë të planeve konkrete të flet për ato që prezantojmë ne si lëvizjeve të vendosje dhe kryetari i ardhshëm i Prishtinës do të jetë Shpend Ahmeti. Sikurse me çështjen e ujit, ku ne prezantuam zgjidhjet konkrete me afate kohore, pra me plan dinamik të zgjidhjes së këtij problemi, që rëndon kryeqytetin dhe qytetarët tashmë 14 vite, e njëjta po përsëritet edhe pasi prezantuam planin për zgjidhjen e problemit të qerrave publike në kryeqytet. Problem ky i cili rëndon secilën familje në Prishtinë. Për ujin, ky kandidat njëherë na tha që nuk është kompetencë e komunës, e pastaj disa ditë më vonë i njëjti kandidat flet për investime në ujë. Tash e njëjta po përsëritet edhe në çështjen e qerrave publike. Në rastin e parë, u shpërfaq mos interesimi një kryetari të komunës, i cili për 6 vite me radhë nuk ishte në gjendje që të zgjidhte problemin e ujit. Ndërsa në rastin e qerrave, saktësisht 24 orë pasi që zoti Shpend Ahmeti paraqiti planin aksional të lëvizjes vetëvendosje për qerrët publike në Prishtinë, kandidatët të LDK-s ju kujtuan qerrët, familjet dhe fëmijët e Prishtinës. Numri aktual i fëmijëve të vendosur në institucione parashkollore në Prishtinë është 2000. Mirë, po deri në fund të mandatit të ardhshëm 4 vjeçar, ky numër do të rritet në 5000 vende. Këto ishin fjalët e kandidatit të LDK-s, i cili tutje thotë që do të ndërtohen anekse në të gjitha qerrët publike në mënyrë që të rritet kapacitetet e përkujdesjes ndaj fëmijëve. Ky është një citat i fjalisë së djeshme të kandidatit të LDK-s. Dhe nga ky citat shpërfaqet në vrashtësinë dhe arrogancën më të madhe, mendësia e një qeverisje e cila është e preokupuar me ndërtime të godinave dhe jo me racionalizimin dhe planifikim adekuat. Thjesht, kjo do të thotë që hapësirat për lojë në qerrët ekzistuese do zvogëlohen. Qerrët do të shndrohen në punishte, derisa fëmijët në këto qerrë do të trazohen çdo ditë deri në përfundim të ndërtimit të këtyre anekseve në qerrët ekzistuese. Pra mendësia nuk ka të bëjë me racionalizim, mendësia dhe mënyrat menduarit nuk ka të bëjë me qerrën dhe fëmijët, por ka të bëjë me zvogëlimin atyre hapësirave, ndërtimin e godinave, thjesht si reagim ndaj një plani konkret, me afat dinamik të lëvizjeve të vendosje dhe kryetarit të ardhshëm të Prishtinës. Dhe kjo mund ndodhë në rastin më të mirë, pra ky premtim i këtij kandidati, për shkak se provoja na e tregon që kandidati i LDK-s në fushatat e kaluara elektorale ka premtuar ndërtim të nganjë qerrë për çdo lagje. Por me të bërë kryetar komune, ai harroi qerrët dhe për 6 vite me radhë nuk e ndërtoi asnjë qerrë. Te kandidati i LDK-s në njëra anë e shohin mendësinë e gabuar të ndërtimit të godinave, e në anën tjetër mos përmbushjen e premtimeve për ndërtimin e këtyre qerrëve. Qartazi, tashmë po shihet që ky kandidat në mungesë të planeve konkrete kopjon edhe atë dobët, derisa në mungesë të vizionit për Prishtinën dhe zgjedhjeve të nevojshme për qytetarët e Prishtinës të rinj e të vjetër, i kthehet premtimeve për ndërtime, asaj që më së leti mund të publikohet në pano reklamuese dhe billboarda të ndryshëm të vendosur para fushatës dhe gjatë fushatës, me paratë taksapaguesve normalisht. Edhe një herë, për 6 vite ky pushtet komunal nuk ka ndërtuar asnjë qerrë publike. Derisa momentalisht ne në Prishtinë kemi 8 qerrë publike dhe 1 qerrë publiko-private, në cilën vijojnë edukimin e këtyre 1989 fëmijë. Në qerrë publike sot punojnë 212 edukatore dhe hapësira e qerrëve është 5.8 metra katror për fëmijë, derisa kjo hapësirë duhet të jetë 25 metra katror për fëmijë. Lagjet e tëra të Prishtinës nuk kanë fare qerrë publike. Këtu bëhet fjalë për qerrë për lagje të mëdha, siç janë lagja e Spitalit Komati Ne, lagja Topane, lagja Medrese, Kodra Trimave, lagja Vreshta, Tau Bashqa, Sofalia, Koljovica, Tasligja e të tjera. Përveç këtyre lagjeve, as në për gjitha fshatrat e Prishtinës nuk ka asnjë qerrë publike. Dhe vetëm dje, saktësisht 24 orë pas një plani konkret, me plan dinamik, afate kohore dhe racionalizim të hapësirave ekzistuese publike, kandidatit të LDK-s kujtohen fëmijët e Prishtinës, familjet e reja dhe qerrët publike. Në plot 6 vite më vonë, saktësisht në fushatës zgjedhore. Edhe ato lagje ku ka qerrë publike, si Dardania, jetojnë mbi 14.000 banorë. Bregu i Dillit dhe Qendra gjithashtu ballafaqohen me mungesë të qerrëve publike. Pra, kemi një situatë e cila kërkon zgjidhje. Në të ejtën e kaluar, pra me datën 10 tetor, kryetari i ardhshëm i Prishtinës, zoti Shpend Ahmeti, paraqiti planin aksional të lëvizjes vetëvendosje
për qerrët në Prishtinë. Dhe kriteret për planifikimin e institucioneve parashkollore që ne si lëvizje vetëvendosje synojmë në Prishtinë janë të thjeshtë. 2000 deri në 2500 banor për një qerr. Rrezja e mbulueshmërisë duhet të jetë në distancë të 400 metra. Sipërfaqja e lokacionit për fëmijë duhet të jetë 25 metra katror, derisa në maksimumi duhet të jetë 120.000 për një qerr. Ky plan aksional për qerrët publike i prezentuar nga Shtend Ahmeti i parashet këto 5 pika të veprimit, po plan dinamik të qartë. Në mars të vitit 2014 do të vlerësohen nevojat për qerrët publike në komunën e Prishtinës. Gjatë prillit dhe majit të vitit 2014 do zhvillohen diskutime publike me qytetarët në përlagje për qerrët publike. Deri në qershor të këtë njëjtit vit për vitit 2014, Parësitë të Palët në bashkëpunim me Drejtorinë Përkatëse në komunë do të bëjnë identifikimin e hapësirave ekzistuese publike, në mënyrë që këto të transformohen në qerrë. Pra jemi duke folur për racionalizimin e hapësirave ekzistuese publike dhe jo ndërtimin e anekseve në obore dhe kopshte të qerrëve, cilat më pastaj shkaktojnë edhe trazira, edhe trauma për fëmijë, edhe hapësirë të zvogluara për edukim, por të njëjtën kohë shndrojnë qerrë, pra institucione edukative në punishte. Dhe deri në qershor të vitit 2014 bëhet plani detajuar ekonomik e financiar për investimin. Normalisht, ky plan financiar do të integrohet në diskutimet për planifikimin e buxhetit të vitit 2015. Pra, kemi plan aksional, kemi plan dinamik, të përshkruar në kohë me hapa konkret, se si Prishtinës mund të gjenerojnë dhe të krijojnë hapësira, duke përdorur hapësirat ekzistuese publike për edukim të fëmijëve tanë, në mënyrë që të bëjmë një qytet i cili është jetueshëm edhe për familjet e reja. Pra, të racionalizojmë hapësirën publike në dobi të qytetarëve. Ky është plan i cili bazohet në një vizion të qartë, ky është plan i cili racionalizon hapësirat ekzistuese, ky është plan i cili nuk traumatizon fëmijët të prindërit dhe nuk i shndron qerrën në punishte. Ky është plan i një ekipi i cili ka identifikuar problemet, një ekipi i cili ofron zgjidhje për këto probleme. Ky është plan i një kryetari të mirë në Prishtinë. Nëse kandidati i LDK-s përfund planit të kandidatëve, nëse kandidati i LDK-s për 6 vite nuk ka qenë në gjendje të krijojë asnjë vend në qerrë publike për asnjë fëmijë, si mund të beson që do t'i krijojë këtu në 4 vite të ardhshme? Nëse për 6 vite i njëjti kandidat për kryetar komunën nga radhët e LDK-s nuk ka qenë në gjendje të zgjidhë problemin e ujit, si mund t'i besojmë që ky do t'i krijojë dhe të zgjidhë këto probleme në 4 vite të ardhshme? Shtend Ahmeti dhe lëvizja vetëvendosje janë të gatshëm që së bashku me qytetarët ta ndryshojnë Prishtinën dhe ta bëjmë Prishtinën një qytet për familje. Jam i hapur për pyetje, faleminderit. Vetëm një orë më përpara Komuna e Prishtinës ka dërguar një komunikat ku thotë që i bën thirrje kandidatëve mos kopjoni projektet e komunës dhe te lëvizja vetëvendosje i referohet vijave të trafikut urban publikuara para këndimit të fushatës nga kandidati i VV-s janë projekte të komunës të punuara nga ekspertë të komunës, ku thotë që kjo gjë edhe mund të dënohet për shkak se tashmë është në fuqi ligji për autorin. Është shumë mirë ky reagim i kandidatit apo i LDK-s, pasi që është evidente që në asnjërin prej stacioneve të autobusave të trafikut urban nuk ka asnjë shenjim të vijave të trafikut urban. Nëse e keni pa ju ndonjë shenjë ku tregon se ku shkon linja 7, linja 10, linja 4, më tregon. Për më shumë, ajo çfarë ka përdorur lëvizja vetëvendosje është puna e të rinjve, të cilët kanë bërë një hartë të trafikut urban online. Dhe kjo hartë është online. Dhe këtë hartë e kemi vizualizuar në një dhuratë për qytetarët e Prishtinës, sepse Komuna e Prishtinës nuk i informon qytetarët ka shkruajtur linjat e autobusit, pra trafikut urban, dhe ne e kemi vizualizuar atë hartë. Është dhuratë për qytetarët e Prishtinës. Sa i përket kopimit, lejoni edhe një herë të them. 6 vite asnjë hartë nuk e kemi parë ne si qytetarët e Prishtinës e cila i udhëzon qytetarët se ku shkojnë autobusat. Për 6 vite nuk e kemi parë asnjë qerrë publike dhe asnjë plan për zgjidhjen e problemit të qerrëve publike. Për 6 vite ne nuk i kemi parë asnjë fjalë për ujin dhe zgjidhjen e problemit të ujit, edhe pse 53% e ujit rrjedh në gypa dhe hub në aspekte komerciale dhe teknike. Pra sa i përket kopimit, lejoni 2 datat i përmend. 11 tetor dhe 11 tetor. 11 tetor, 2014 dhe 2015 nuk ka asnjë kopim. 11 tetor, 2015 nuk ka asnjë kopim. 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 2015 nuk ka asnjë
në datën 10 tetor, kryetari i jashtëm i Prishtinës, zoti Shpend Ahmeti, e ka paraqit planin aksional për qelën, të detajuar në plan dinamik, pra 2 ditë më herë. Dhe dje, 6 vjet më vonë, ky kandidat për kryetar komune nga radhat e LDK-s i viziton qelën dhe flet për qelën. Edhe pse në premtimet e tij elektorale të kaluara ka premtuar në çdo lagje do ketë një qelë. Dhe vjen edhe një lexoj lagje të cilat nuk kanë qelën në Prishtinë dhe lagje të cilat kemi të lagje në qelë. Lagja Spitalit, Montenegro, lagja Tophanit, lagja Medresa, Kodra Trimave, lagja Vreshta, Taubashja, Sofalia, Kolovica, Tasligja e të tjera. Përveç kësaj, asnjë fshat në komunën e Prishtinës nuk ka qelë. Dhe pajtohemi me kryetarin e komunës. Veprat, dorësia, bëhet me ligj. Dhe ai duhet mendoj mirë se prej kujt i përpjek planet, sepse për 6 vite nuk na ka treguar asgjë.